Abdigjikun një farë forme tani është në pozicion ku duket sikur i ka dhënë Abdigjikut një farë lloj mandati të paktën për të negociuar, ndoshta me kushte, ndoshta edhe me kushte. Dhe këto kushtet janë ato tani që po e bllokojnë procesin e përzgjedhjes së institucioneve, sepse e gjithë betejë është për presidentin. LDK-ja rrezikon që nëse futet në koalicion qeveritar me vendosjen duke ia dhënë edhe presidentin, të kthehet thjesht në një parti krejtësisht të pafuqishme. Sepse edhe në koalicion qeveritar ajo vendosja nuk është se ka detyrimisht nevojë për LDK-n. Pra pas 6 muajsh edhe mund ta heq, mund ta largojnë nga qeveria. Është e vërtetë, sepse presidenti është i zgjedhur, kështu që zgjedhur, vendosja e ka qeverinë, do ta ketë presidentin. Kështu që si një lloj sigurese, le të themi, si një farë lloj leve të siguresës, LDK-ja, po edhe partitë tjera opozitare për këtë arsye insistojnë që të paktën prezidenca t'i takoj dikujt nga opozita, si formë balanci të pushteteve, në një kontekst ku vendosja ka askush nuk po ja konteston drejtën për ta formuar qeverinë, po e kërkojnë të paktën presidencën si një farë lloj sigurese. E vërtetë është, po më shpjego se nuk e kam kuptuar dot, shumë veta kanë pyetur, shumë analiza kanë dëgjuar, pse Albin Kurti e do dhe vetvendosje me çdo kusht presidentin, postin e presidentit. Tani këtu ka gjykime të ndryshme, kampi vendosi mendon se u takon, se partive tjera nuk u takon se s'kanë numër votash. Ai gjykimi im paktën nga praktika e qeverisë së tij është që Kurti nuk është interesuar të qeverisë, por të sundoj një farë formë. Është njësoj si gjithë liderët e tjerë rajonal. Presidenca i duhet sepse është shtylla që e mban sistemin për shumë gjëra, ta zëmë për sistemin e drejtësisë. Ne kemi pa Kurti ka shfrytzuar këtë momentin e tanishëm kur ka ushtruese detyre. Zonja Elburena Agjiut e ka shfrytzuar në maksimum prezencën e saj në atë post për të bërë emërime për institucione kyçes që janë tazëm inteligjenca, Këshilli Prokurorial, i cili tashmë ka filluar të duket qartë i kontrolluar politikisht nga qeveria. I duhet një president i cili është më shumë noter se sa aktor politik. Qoftë për politikën e brendshme, por edhe për politikën e jashtme, sepse nëse ju kujtohet në mandatin e kaluar, një prej pikave kryesore të tensionit mes tij dhe presidentës Osmani ka qenë politika e jashtme, sepse e kishte një presidente e cila i bënte një farë formë rivalitet dhe bëj partner i bashkisë ndërkombëtare për temat e sigurisë dhe për temat e politikës jashtme. Kurti nuk do skenar të ngjashëm, do një prezident të dëgjueshëm me çdo kusht, ai mendon se duhet të ketë gjitha levat e pushtetit dhe për këtë arsye ne jemi në këtë situatë ka 2-3 zgjedhje. Është çështja e presidentit mbetet. E njëjta çështje, njëjti problem që na ka futur në 2 zgjedhjet e fundit, rrezikon të na fusë edhe në një valë zgjedhjesh të reja. Sepse ai edhe sot e deklaroi kur pati komunikimin me gazetarët që vetvendosja i ka votat për të qeverisur dhe për të zgjedhur kryetaren e parlamentit, por jo për të zgjedhur presidentin. Dhe me të gjitha gjasat në sa palë zgjedhje të shkojë Kosova, edhe nëse shkon në këto të katërtat, pra nëse nuk zgjidhet kriza e tanishme, një parti nuk merr votat 80 për të zgjedhur presidentin, apo jo? Sistemi imponon konsensus. Sistemi i Kosovës imponon konsensus, madje edhe Shqipërisë, për çështjen e presidentit kërkohet 2/3. Jo për të votuar, por paktën për të siguruar, për të mundësuar një quorum. Pra, është 3 rezultate zgjedhore kanë bërë qartë që vendosja nuk ka mandat edhe për institucionet që kërkojnë 2/3. Mirë po, Kurti duket sikur është bindur që mund ta lodhë opozitën një farë formë. Është një garë kush lodhet i pari. Pra ta përçaj, tashmë LDK-ja është futur në një valë, le themi, përçarje, në një valë të lodhjes dhe mendon që ndoshta duke përsëritur disa herë edhe mund të arritë një skenar ku ai mund të ketë pra dikush nga opozita dorëzohet dhe ja jep gjitha pushtetet. Dhe një skenar tjetër që duket sikur është synimi i tij në këtë moment dhe arsyeja që unë mendoj se nesër do të konstituohet kuvendi, qoftë edhe me një të vetvendosjes të zgjedhur, i cili pastaj mund të tërhiqet nëse arrihet marrëveshja me LDK-n, është se Kurti llogarit besoj që deri nga tetori prapë të zvarritet procesi i koalicionit me LDK-n deri në fund, në mënyrë që në tetor, nëse në 6 tetor prapë nuk arrihet zgjedhja e presidentit, të shkaktohen zgjedhjet atëherë që zgjedhjet të mund të mbahen në dhjetor. Atëherë kur i favorizohet, është momenti më i favorizuar për vetvendosjen. U pa që nga zgjedhjet e dhjetorit vitit kaluar që ka një dallim shumë përmbajtësor në Kosovë, në trupën elektorale që është prezente në Kosovë, nga dhjetori në muajt e tjerë. Prezenca e diasporës
ka rol përcaktues në rezultatin zgjedhor në Kosovë, jo vetëm prezenca e tyre fizike në Kosovë në atë ditë që është shumë më e madhe, që ishte herën e kaluar, por edhe ndikimi që e kanë në rrethin familjar, në kështu pra mobilizimin e përgjithshëm. Pra u pa që atëherë ata ishin diku te 50%, pa diasporën prezente në Kosovë ran diku 5-6%. Mendoj që kalkulimi i Kurtit ose këtë paktën kërcënimi i Kurtit ndaj opozitës është që shikoj se unë fitoj edhe më thellë. O ma edhe jepni prezidentin tani, o futemi në një kuvend të ri prap ku ju jeni të përqarë më dobët dhe unë sërish e marrë atë rezultatin që e kisha ndjetor. Ndoshta është bërë Kurti dhe vetëvendosje rast unik në botë që fiton 3 palëzgjedhje siç janë këto të 7 qershorit, i ka fituar në shkurtin e vjetshëm, në dhjetorin e vjetshëm edhe në qershorin e këtij viti për të qeverisur i vetëm dhe vendi shkon në krizë, pra pa përfunduar as vitin e parë të një mandati qeverisës. Duket edhe krejtësisht komod Kurti në këtë drejtim, sepse ndërkohë është kryeministër në detyrë. Pa pasur rast presion madje nga kuvendi, sepse ne e pam në fund kur u mbajtën këto zgjedhje të fundit, një ditë pas zgjedhjeve, kryeministri tha, letiri populli i qetë, tha, ne qeveri kemi, president kemi, ushtu detyrë kemi, vetëm kuvend nuk kemi. Pra kuvendin e shesin një lloj formaliteti e pa. Ai ndihet komod në këtë pozitë sepse është duke qeverisur, madje me fuqi ekzekutive shumë të mëdha sepse nuk ka kuvend për të kërkuar llogari. E ka edhe pretekstin e arsyetimeve, se thotë marrëveshjet ndërkombëtare, gjitha gjërat nuk mund të bëhen se s'kemi opozita apo na bllokon, pra ka edhe arsyetimin që por ndonjë rezultat që mungon, thotë nuk kemi institucione, nuk është fajin, po na bllokon opozita. Derisa mund vazhdoj kjo tezë që e ka fajin opozita dhe po na bllokon opozita, se është thënë mbas 3 palë procesesh kjo akuzë ndaj opozitës. Nuk e di sa mund zgjas sepse është edhe votuesi i vetëvendosjes që një pjesë që mund të jetë i lodhur nga kjo punë. E ka votuar për ta për qeverisur dhe votën ata e kanë për qeverisur, askush nuk po i pengon çeverisin. I gjithë pushteti në Kosovë, pjesa më e madhe qëndron është te qeveria, te pushteti ekzekutiv është shumë i fuqishëm. Po e merr mandatin në zgjedhjet e fundit, vetëvendosja ra 100.000 vota, më pak si total, në krahasim me zgjedhjet paraprake. Do të thotë të gjitha partitë ranë nga pak, mirë po në numër absolut, rënja e vetëvendosjes ishte më e madhja në numër votash. Kështu që është një lloj basti edhe nga ana e Kurtit që votuesit do të jenë gjithmonë prapa atij në këtë përpjekje për të pasur pushtet absolut. Kështu që e thash edhe një herë, kjo është një garë nervash, një loj nervash mes partive, se kur dorëzohet i pari. Opozita në këtë rast të LDK-ja është në mes dy pozicioneve shumë të vështira. Vërtet në rast të zgjedhjeve mund të dëmtohet në rezultatet elektoral, por në njëjtën kohë po të shkrihet në qeveri kështu në këtë formë duke i dhënë Kurti të gjitha pushtetet dhe gjitha instrumentet e pushtetit, rrezikon po ashtu të zhduket politikisht, kështu që abdigjiko në këtë rast është në mes dy pozicioneve shumë të vështira. Po, LDK parimisht mund të ketë të drejtë që kërkon me se zbën postin e presidentit në këtë negociat me Albin Kurtin dhe vetëvendosjen, apo jo se posti kryetarit kuvendit është një speaker që në fakt do t'jesh leva e drejtë për